Kompania ajrore me kosto të ulët me bazë në Irlandë, Ryanair tha se po shqyrton shtimin e fluturimeve në vendet që kanë ndërmarrë masa për të ulur taksat ajrore dhe për të nxitur rritjen e trafikut, përfshirë Shqipërinë, Suedinë, Slovakinë, Italinë dhe Marokun. Ryanair tashmë ka shkurtuar 24 linja në Gjermani këtë dimër, pas vendimit të qeverisë gjermane që të ruajë taksën ekzistuese të pasagjerëve ajror, ndërkohë që kompania ka reduktuar fluturimet në aeroportet rajonale të Spanjës për shkak të rritjes së tarifave aeroportuale. Drejtori ekzekutiv i grupit ajror, Michael O'Leary, tha se ky trend do të vazhdojë edhe në sezonin veror 2026, kur Ryanair planifikon të hapë baza të reja në Tiranë dhe në Trapani të Sicilisë. Deklarata do bën pasi Ryanair publikoi një rritje prej 42% të fitimit neto pas tatimit, i cili arriti në 2.54 miliardë euro për 6 mujorin deri më 30 shtator. Kompania përfitoi nga një rritje prej 3% në numrin e pasagjerëve, duke arritur në 119 milion për periudhën 6 mujore, ndërsa të ardhurat u rritën me 13% në 9.82 miliardë euro dhe çmimi mesatar i biletës u rrit gjithashtu me 13%, duke arritur në 58 euro. Ryanair theksoi se kishte përfituar nga një periudhë pozitive pashkësh nga krahasimet e dobta me vitin e kaluar dhe nga një rimëkëmbje tarifave gjatë 3 mujorit të dytë. Kompania gjithashtu rriti parashikimin e numrit të pasagjerëve për vitin financiar aktual deri më 31 mars 2026 dhe tashmë pret të transportojë 207 milion pasagjerë nga 206 milion që parashikonte më parë si rezultat i dorëzimeve më të ershme se sa pritej të avionëve nga Boeing dhe kërkesës së fortë gjatë verës 2025. Ryanair vlerësoi se kapaciteti total i linjave ajrore me distanca të shkurtra në Europë do të mbetet i kufizuar të paktën deri në vitin 2030 për shkak të vonesave në dorëzimin e avionëve të rinj dhe programeve të vazhdueshme të riparimit të motorëve. O'Leary gjithashtu kritikoi hapur Komisionin Evropian dhe presidenten Ursula von der Leyen për dështimin për ta reformuar sistemin e kontrollit të trafikut ajror, veçanërisht kur fluturimet preken nga grevat e stafit të ATC-s. Ndërsa Komisioni qëndron duar kryq, Parlamenti Evropian po propozon edhe më shumë rregulla të pakuptimta, si për shembull rritja e kufive për bagazhet e dorës falas, edhe pse nuk ka hapësirë në kabinën e avionit për to, që do të sjellin vetëm më shumë kontrolle sigurie, vonesa fluturimesh, kosto më të larta dhe në fund çmime më të larta për konsumatorët evropian, shtoi O'Leary.